pare tona të cilat i kemi të gatshme nuk na lëshon për me i kry detyrimet tona ndaj jush. Prandaj problemi është atje. Të mos ta lënë trafikun urban kështu, të mos të lënë qytetarët e Prishtinës të ndonë. Jam Ilmi Gashi, kryetari i sindikatës trafikut urban të Prishtinës. Me keqardhje pikërisht ju drejtohena qytetarëve të Prishtinës. Me na fal për këtë gjendje që kemi ndodhur sot, jo me dëshirën tonë, por pa dëshirën tonë prej furnitorëve që na i kanë ndërprej karburantin pikë spara. Punëtorët e trafikut urban e kanë 1 milion euro borxh për naftat. 2 rroga punëtorët e trafikut urban nuk i kanë shiju akoma. Parat tona me punën që kena bo, ju që na keni përzgjedh neve, me udhtu me neve, me bo shërbimet na ndajuve, ju kërkoj dijes për gjendjen që jem sot. Jem dalë këtu sot në protestë, ditë protestës edhe besoj që në këtë kohë të nxehtë, që po sot në bizotran për neve në dimër, besoj se arsyeja ka me bisedru sot për me reflektu dikush pozitivisht me kryetarin punën e borxhit. 3.200.000 euro kompanisë publike trafiku urban i ka borxh komuna. 1.600.000 na i kem borxhe furnitorëve tonë. Nuk ka pare për të na dhënë për na shërby, nuk kem mjete me punu, nuk ka naftë, nuk ka rroga, pagat, punëtorët janë diskriminuar për këtë rrogë që nuk e kanë. Ju lutem kryetarit komunës, i lutem çdo san me dalë me na prit neve këtu përpara. Nëse ka mundësi, mos politizojmë çështjen, nuk është çështje politike. Është çështje për mbijetesën e trafikut urban për shërbimet tona ndaj qytetarëve të Kosovës, Prishtinës. Na fal. Qytetarët e Prishtinës deri sot na i kem 60.000 pasagjerë mbrapsht. Ju lutem më na fal, kërkoj dijes, ju jam mirënjohës çdo herë për këtë situatë që ta kuptoni sot. Uroj që ditën e sotme të fillojmë neve punën sapo të na thot dikush që jep lek për neve për me mbarsu me mbush, me furnizu autobuset tonë me karburant. Faleminderit që na keni ardhur këtu, por nuk ju them mirë se erdhët këtu, se gjendja nuk është e mirë, kanë mirë më po në kafe, po tamë këtu jemi na për zorit na. Kemi folur sot me kryetarin? Jo, me kryetarin erdhëm tash këtu, tash do të përplasohemi me kryetarin me bisedu, nëse na pranon, nëse është arsyeja, besoj që kam me bisedu të arsyeja taj, me dalë me na prit neve, do të sqarojmë sanat, nëse ka mundësi, më përgjesh komuna ndaj neve, mirë nëse jo, greva do të vazhdoj të tashetutja. Por nëse përgjehet komuna me ne arsyetu porët, me ne mbizotru porët neve, na sot e ndërprejmë në orën 10-11 fillojmë punën. Unë jam Izet Smojli, kryetari i shoqatës transportit publik privat. Ju përshëndes të gjithë në media që keni ardhur sot, e jeni prezent me një këtë protest, pa dëshirën tonë. Mirë po i falenderoj edhe qytetarët që na kuptojnë. Mirë po punëtorët që 6 muaj nuk kanë marrë paga. Që 6 muaj pa paga janë, njerëz edhe me paga edhe nuk po mund ja dalin. Janë atë që 6 muaj që s'kemi marrën, dhe me thonë familjet kanë nevojë për paga, punëtorët kanë nevojë për paga, nuk ja kemi borx as komunës, as kërkoj as. Do me thonë që me na pru këtë gjendje, as mjetet na i kërkojmë ku janë, tona që janë, na i kërkojmë që aty mjetet me na i citë për shërbimin që e kemi bunën. Qytetarët i falenderoj shumë që na kanë kuptu dhe na mirë kuptojnë. Na vje keq për qytetarëve të cilët e përdorin transportin publik urban. Na do me thonë sot kemi ardhën me shprej pa knasi tona. Kërkoj që gjithë na përkrahin drejtën tonë. Edhe populata e cila përdor trafikin urban, do me thotë na mirë kupton se pa pagë s'punon as punëtori, as autobusi nuk ecë pa naftë. Kështu që ju falenderoj gjithë mjetëve të informimit, kërkojmë edhe nga kryetari një takim, çka po na thet dhe qështë e parashaj këtë zgjidhje. Po vjen shumë keq ku në çfarë niveli na ka pru kjo qeveri me bllokadë. Edhe e ndjej shumë për gjithë këta punëtorë këtu që janë të papaguar, edhe i falenderoj shumë edhe një herë për këtë punën që keni bërë për gjithë këta muaj, faktikisht për me i shërby qytetarëve të kryeqytetit përkundër sabotazhave, përkundër bllokadave. E dini që edhe ne, sikur ju, sikur me pas rrogën tane
me pas në bankë e një zyrtari bankës atje mës me t'i lëshu paret. Qashtu edhe qeveria po bën ndaj komunës. Do më paret tona të cilat i kemi të gatshme nuk na i lëshon për me i kry detyrimet tona ndaj ysh. Pra ndaj problemi është atje. Erdhëm këtu për 5 ditë adresën se ku po shkojmë. Këtu qenë ka qeveria, lusim qeverin apo njerëz që janë kompetent për atë punë të dalin para masës, të mos ta lënë trafikun urban kështu, të mos t'i lënë qytetarët e Prishtinës të ndomë, të mos t'i lënë shkollat pa punë, të mos t'i lënë qerrët pa shkollë, fëmijë në shkollë. Ju lutem ne bisotron arsyeja sot kush është kompetent me dal para neve. Ju lutem dikon prej ministrisë apo prej qeverisë. Kërkoj të jetë këtu që në sytë ja thot kryetarit se e ka drejt apo më fani e ka jo drejt. S'po them ato të keqja. E ka drejt, nëse e ka drejt kryetari ne si qytetar, ku participojmë këtu në këtë buxhet. Prej asaj kërkojmë që t'i alokoj parë t'i marrim na si trafik urban. Më të mirët janë qytetarët që participojnë te trafik urban e sot kanë ngel pa autobus. Ju kërkoj djes botërisht çdo herë jena me juve. Urdhënoni dilni sot mbi zotrani arsyen këtë ditë të mirë të ngrohtë. Faleminderit.